15 persona në Korenë e Jugut u plagosën, 2 prej tyre në gjendje të rëndë pasi 2 avion luftarak hodhën aksidentalisht 8 bomba në lagje civile. Gjatë një stërvitjeje ushtarake me zjarre të drejt për drejt, njoftuan mediat lokale. Incidenti me avionët KF-16 të forcave ajrore ndodhi rreth orës 14 minuta me orë lokale në qytetin Pocheon, pra kufirit me Korenë e Veriut. Forca ajrore e Koresë së Jugut tha se po hetonte incidentin dhe kërkoi falje për dëmin, duke shtuar se do të ofronte kompensim për të prekurit. Ndërsa përjetat nga stërvitjet me zjarre të drejt për drejt ndonjëherë bien pranë rezidencave të civilëve, ato rrallë shkaktojnë lëndime. Sipas mediave lokale, 2 persona kanë pësuar fraktura në qafë dhe shpatulla. Një 60 vjeçar që pëngiste makinën kur ndodhi shpërthimi ishte lënduar në qafë, raportoi Yonhap. Isha duke ngar makinën kur dëgjova një shpërthim, tha ai. Kur hapa syt, isha në një ambulancë. KF-16, avioni reaktiv i Koresë së Jugut, lëshoi në mënyrë anormale 8 bomba MK-82. Ato ranë jashtë rrezës së qitjes, than forcat ajrore të Koresë në një deklaratë për BBC. Ushtria tha se piloti i njërit prej avionëve futi gabimisht koordinatat e gabuara, duke shkaktuar rënien e bombave në komunitetin civil. Hetuesit duhet përcaktojnë ende pse avioni i dyti lëshoi bombat e tij, ndërkohë që të gjitha stërvitjet me zjarre vërtet do të pezullohen. Sipas incidentit janë dëmtuar disa shtëpi dhe një kishë. Imazhet e publikuara në mediat lokale tregojnë dritare të thyera në një ndërtesë dhe çatin e dëmtuar të kishës. Autoritetet thanë më herët të njëjtën se banorët ishin evakuar, ndërsa një ekip për razësimin e bombave po punonte për razësimin e sigurt të bombave të pashpërthyera. Por autoritetet më vonë thanë se nuk gjetën ndonjë bombë të pashpërthyer në vendngjarje. Ministria e Mbrojtjes tha se trajnimi lidhet me stërvitjet e përbashkët me forcat amerikane. Korea e Jugut dhe SBA do zhvillojnë stërvitje të kombinuara nga 10 deri më 20 mars, të para që nga kthimi i presidentit amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Gjatë një stërvitje tjetër të përbashkët nga Korea e Jugut dhe SBA në vitin 2022, trupat lëshuan një raket balistike me rreze të shkurtër veprimi, e cila nuk funksionoi dhe urrëzuan një fushë golfi në bazën ushtarake. Ndërsa koka nuk shpërtheu, ajo sërish shkaktoi zjarr dhe panik tek banorët përreth.